popull e komunie që ke shku në një prej marketave që ja ke ek alkoolin, apo na tregon në ngjarje një pjesë të Kosovës, a ki kohë na tregua? Po. Se ajo është një tregim. Kam shkuar me një familje, me një vlla. Kemi shku 3-4 vet, kam pas edhe 2 hoxhallar me veti, edhe kam pas një plak me veti këtu, të rrethit Prizrenit, të baj rahmetlia i plaku. Ai kishte qef me kanë me mua 24 orë, rahmetlia. Po dhe unë ka kam shkuar kam marrë. Është babi i dëshmorit. S'pja përmendi emnin. Allah jem shiroft. E bëm të bashkë me djalin e vetë në xhenet, inshallah taala. Në boni shumë respekt ai personi, kur dolëm pi aty, me çka mirë është ashtë i zotëri, sa i na ndëroj shumë, drek në shtroje, mashallah. Tha, unë kam një market. Do na futin në market, kjo pas luftës ishte. Na futin në market të ti, kur hinë në market, në poshtë market plot birra. Shumë birra kënë. Allahu, e lusë Allahun kështu, o Zot, gjithë na mundësa me bon vepra të mira që je ti i knaqur ndaj nesh. Më shkoj ndërmend, thash unë ja blej këto, këti kreta, edhe unë i gjuj hedhi këto, edhe ky më jep fjalën më mos më shit kështu më tha, se na falem namaz drekës shpitijet i qinis, edhe bom muhabet gjane gjatë, knua me zona aty kret, mashallah. Inshallah u gjalla jo familja, inshallah u zhvillu, inshallah e nrit. Kur him aty pam shumë alkohol, birra. Ishin kanë 2 lloj birra, një kanë Peja, një kanë Efes e Turkisë. Thash, a bëjmë një kontratë në 2? Tha, urna. Thash, ama bes me dhanë, do t'japim bes. Thash, qëto birra, kretë që ka i kiti, me i marrë unë me veti, edhe i pagujmë. Ama, masit i hjekim këto, kretë këtu, me adhën besën Zotit, që ma mës me shit t'i birra këtu. U kry, tha Zotri Hoxha, ma dha dorën, i morëm i ngarkuam birrat kreta në makinë time. E kom pasun atëherë një kohë një makinë, edhe tash makinën e kam tjetrën. E musha gipekin për mas, arkën për mas, full me birra. Tash e në kanë 100, e në kanë 140, nuk e di fiksin. Ja paguam disa lek. Edhe kur ardhëm që ty me një vend afër Rahavecit, të rasat, këthen rasat Rahavecit, ishte aksham dolëm kreta, kanjo i gjujtëm me një gurë të madh. Tak, i gjujtëm, i thyjëm, 2 nuk kërsiten. E tani u bona marak, thash, po shkon dikush, do një që boni dele, vani kënishe 2 birra pa qele, shkon i pi, bohëm se bepunja, kam që dirë ta i guri, kam shku ekstra, ta i guri pastaj, i kam gjeta dhe 2 birrat edhe i kam thyje. Kjo ka qenë një rast shumë i mirë. Një rast i dytë këtu në Prizren, tu ka artha për xhamis një ka qelë market, edhe përshet birra. Ama kjo herët e para luftës rasti. Thash ti api hek që to birra zëtni, apo unë i thëmë gjëmatit mës me ble as 1 cent në market të ti. Ti apim sanksione. O be hoxha, be ndjathë, be hoxha, thash ja, as hoxha, as pa hoxha, thash një dhe një bëjnë 2, apo i hek që to raki që tu nga xhamis që në ka ardhë me alkohol, apo unë i thëmë gjëmatit, ti reklamoj sa duash, unë i thëmë gjëmatit më randa në xhamin, të që ki market mës bleni sa alkohol ka. E tash ku mës me blej, tash ketë marketet kanë alkohol. Allah i gjallëshanuhu inshallah s'na dënon, një vend ku alkoholi shitet, ka dënim të Zoti, apshenin me këtë virus që jemi ballafaqutash. Droga, alkoholi, amoraliteti, turpi ka hup, duhani, droga. Edhe ajo paku e ka bisikletit shkretin, qyshe ku e tek, po e hoq. Kur ardhë viti i ri, kur ta mbushin një alkohol të bardh për Rusiz, dhe që farë alkoholi keni fara vodka, drejt që kanë nuk di, edhe e mushi me alkohol për vitri. A, ti e mushish për vitria, na vitin e ri se kemi të ndalu, s'ka vitri për neve, s'festojmë vitri.
Viti i ri asë nuk është i krishtianëve, asë nuk ka jahudive, asë i muslimanëve. Viti i ri është fest pagane, e paganëve. E në kovë që e pagan, ti festo. E mushi alkohol për vit 3, çka bëju në xhamatit? E mbylli marketin, s'ka më mishteri. Edhe e mbylli marketin. Kjo një. E dyta, na vinte një nga kuksi. Edhe më vinë ke keq, sa u qelë kufit atëherë u qelën në një knena. Po shetë gjësendet vogla, lëngje ka pak, gjërat kuzhines ka pak, disa sungjera, disa shampona, sapuna, po në mesin e tyne dhe përna bjerë, ka një 15 mata, ka 20 litra alkohol, një lloj e zez, i thëshin fërnet. E zez ishte. Qështu një 700-800 mililitra, jo 1 litër plot, edhe qetra Skënderbek, Gjergj Kastriot e bardh. Pishet që tu afër tretuar nga të xhamis. Mund po m'vjen keq në ta fitoje 1 dinaraj, po i fiton ka 5 marka në ditë. A ka 10 ndështa. Po i darëllëk po e marraj për vetje, mo po m'shet alkohol këtu para xhamis. O çuni thash, heckni ha. Ai po m'shet që jam hoxha i xhamisun këtu. Apo më shet thash muçat alkohol krejt. Ai met kështu. I rrudhën sa dhe ai pe di që haram është. Hoxha, raki me ble. Po thash, po më shet kret, më shit thash, po për hoxh, thash ti, tash më jep ma lirë për hoxh alkoholin. Tha, vallahi, anek, ne thash, s'muj ma lirë, se s'kam llogari. Hajt, thash, pra mas i ma lirë, jo kret më jep qashtu sa kushton, ja bleva alkoholin, edhe ishte një puset, shakt, po kosovar që ne edhem shakt, puset shqipi, thejnë, e kanalizimeve që tu para xhamis ka qenë, me ato birat. Thash, qili, a i s'po digjon shka dhe të bojun. Qeli, hapi kreta i qeli, hajde tash futin si cilën birë ka një më krytë poshtë. Gjergj Kastriot, Sfërnet Skënderbek, Fërnet e mushëm, u dardhen qeret, u mlodhen populli ati këtu. Shka po bëhen, tash po bëjmë dezinfektim, tash po bëjmë kanalizimin e ujnave të zeza. Edhe prej atëherit a i morë nuk erdi këtu e pa që ashtu shit haram. Inshallah kur më ose shet ose se ka shit. To e në rastet e cilat çdo predikus duhet me bo, po me gjetë metodën, jo më mshue që shetranojsh njerin. E në sabah me trazu njerin si ti bërtasish, për namaz e trembish. E jo me tremb, javash, ap mi shet për hoxh ma lirë, po mëre, për hoxha, edhe kështu, elhamdulillah. Inshallah, musliman kushini edhe po më dëgjoni, betonu në Zotin, në amën të Allahut betonu, kur mës me fut alkoholin dhe birën në gojë. Kështu betonu. Ja, Rab, shka kemi gabu, tashe mas. Stop.